Mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Uroj që kjo video të gjej sa më mirë. Gëzuar vitin e ri 2026, të uroj shëndet, dashuri, para dhe begati për ty dhe për familjen tënde. Dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, të lutem kliko te butoni subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani do të filloj me parashikimin vjetor për shenjën tënde të akrepit. Sepse akrep, janari do të gjej në një pozicion të favorizuar, do të gjej në një situatë ku do të kesh mundësi nga më të ndryshmet dhe do të jesh ti personi që mund të zgjedhësh se çfarë do, se cila nga ofertat që do të vinë drejt teje në janar është oferta më e mirë dhe opsioni më i mirë për ty. Do të kuptosh që dija jote, përgatitja jote, eksperienca jote profesionale në tregun e punës do të vlerësohet shumë. Nëse e ke si plan që do të fillosh një punë të re, apo do të fillosh një punë dytësore, një punë part-time, apo ke si plan që të kërkosh për një rritje rroge, apo dëshiron të fillosh një projekt, do të kesh biseda me persona të ndryshëm, do të hapësh një biznes dhe kërkon bashkëpunëtor, apo do të krijosh raporte pune, klient, do të kesh disa oferta shumë interesante, intervista pune, mundësi bashkëpunimi, gjatë janarit që do të jenë mjaft premtuese dhe ti do ndihesh mirë, do thuash ok, kam unë situatën në dorë, mund të zgjedh, mund të shikoj edhe pak të flas edhe me persona të tjerë, shikoj se çfarë më ofrojnë edhe të tjerët edhe të zgjedh opsionin më të mirë për veten. Vetëm ki kujdes, sepse është tjetër gjë nga një bisedë e fillimit që mund të jetë shumë premtuese me realitetin, me se si gjërat mund të zhvillohen më pas. Ndonjëherë situata të tilla fillojnë me lajka, fillojnë me premtime të mëdha, fillojnë me do bëjmë këtë, do fitojmë kaq para dhe në fund nuk del ashtu siç është prezantuar. Prandaj zgjidh jo me entuziazëm, jo me atë çfarë njerëzit të thonë dhe po mundohen të shesin, po shiko anën praktike. Shiko edhe sa të suksesshëm janë këto persona, apo çfarë kompanie ti po aplikon, është vërtet kompani e madhe, kompani fitimprurse, kompani që ti ke mundësi të rritesh në aspektin profesional më vonë, apo është një kompani e vogël, është një mundësi e vogël që fillove punë po mbetesh aty duke punuar në një ambient më të vogël ose me pak punëtor është më e vështirë që të kesh edhe kohë të lirë, pra shikoj të gjitha gjërat në sensin më praktik, jo me atë impulsivitetin edhe me atë pasionin e momentit. Në aspektin e romancës dhe të dashurisë, pastaj janari do të jetë një muaj shumë premtues, sepse shikoj flirte, shikoj biseda të ndryshme, shikoj disa opsione. Sidomos nëse ti je single, do të kesh disa opsione, disa persona me të cilët ti do të komunikosh, që do të ndjesh një përfshirje emocionale, një pëlqim të paktën një pëlqim së jashtëmi, një tërheqje të fortë, por shumë nga këto gjëra do të mbeten pezull në shkurt. Në shkurt, shikoj një situatë ku do të kuptosh që nga realiteti i atyre bisedave të bukura e premtimeve të shumta të janarit, shkurti do të të kthej në realitet, ku shumë nga ato premtime do mbeten pezull. Po, do fillojmë këtë punë, po, do bashkëpunojmë, por jo tani, ja të presim që po ndodhe dhe kjo gjë, po presim një përgjigje nga ky person, po presim këtë gjë tjetër, dhe do të shtyhet, ti shpesh do të ngelesh në një situatë bllokuar, e kupton që gjërat do të vinë me sakrifica, akrep, e kupton që gjërat do të vinë me mund, nuk do të rrjetin aq lehtë sa ç'mund ta kishe menduar, ç'mund ta kishe imagjinuar në janar. Është shumë e rëndësishme që shumë nga këto biseda ti mbash edhe private për veten tënde, mos i ndaj me njerëz të tjerë, se mund të ndodh edhe që ti e flet diçka përpara kohe me një person, pastaj ato të krijojnë probleme, e flasin me personin që ti ke kontaktuar edhe të krijojnë situata ku thonë, shiko se mund të punoj unë për ty, punoj më lirë, apo bëjnë gjëra që nuk janë që të vënë ty në një situatë jo të mirë. Kështu që me kujdes,
mos thuaj asgjë, edhe nuk do të tërheqësh energji negative tek vetja jote. Mos ju trego të tjerëve, qoftë edhe familjes, edhe personave afër, planet që ti ke, që po flas me këtë person apo po bëj këtë gjë, pa pasur sigurinë që vërtet do të zhvillohet ashtu siç ti do. Kur ti je në atë fazë që ke një bindje të plotë që gjërat po ecin mirë, atëherë tregoju të tjerëve. Ta them këtë sepse kjo është një energji që më tregon shumë nga këto situata dhe biseda që ti do të kesh në janar. Në shkurt është energjia, është universi që do t'i bllokoj disa gjëra për ty, dhe do t'i bllokoj qëllimisht sepse nuk janë opsionet më të mira. Nuk janë opsionet që do të zhvillojnë ty në aspektin shpirtëror, në rrugtimin e shpirtit tënd. Do mbetesh në të njëjtën vend, do të përsërisësh të njëjtat cikle, të njëjtat gjëra, se po i merr vendimet me thjesht me atë impulsivitetin e momentit, jo të mirë menduara, jo të mirë analizuara, ose thjesht për atë kënaqësinë e momentit, për atë pjesën e impulsit. Do t'jetë shumë e qartë për ty në shkurt që duhet të bësh disa ndryshime, duhet të bësh disa sakrifica në mënyrë që gjërat e ecin përpara. Jo vetëm të vazhdosh po një lloj me të njëjtat rezultate. Është edhe nevojshme të bësh diçka për personat tjerë, për ta shlyer karmën, për ta shlyer këtë energjinë që gjërat të rrjedhin. Mundohu të bësh në formën e një bamirësie, diçka pozitive për një person tjetër në shkurt. Kjo do të të ndihmojë që të zhbllokosh energjinë tënde. Po bëje pa pritur asgjë në këmbim. Tash mund të jetë para që ti jep për dikë që e di që ka nevojë, e bën për ta ndihmuar një person që mund të jetë sidomos fëmijët apo persona që mund të jenë në moshën e tretë, që e di që kanë vështirësi nga ana ekonomike, mund të jetë person që e njeh, familjes ose person jashtëm, s'ka rëndësi, vetëm e rëndësishme është të bësh diçka pozitive për dikë tjetër që të heqësh këtë bllokimin që ti ke, aq më tepër nga ana financiare. Nëse pret të marrësh para, nëse pret të mbyllësh një çështje dhe nuk zgjidhet, nuk t'i japin parat, ka vonesa, do të thotë që paraja duhet qarkulloj, duhet lëviz, se është energjia e ujit, duhet të japësh në mënyrë që të marrësh. Dhe energjia e Marsit, shikoj nervozizëm, shikoj irritim, sidomos nëse ke të bësh me një person që ka energji të fortë, zjarri, ka shenjën e diellit ose shenjën ascendente, në dash, në luan ose në shigjetar. Nëse të lidh puna me këtë person, akrep, mund të kesh një mosmarrveshje, një zënk, një diskutim. Nëse ke filluar një njohje që ke menduar se ishte premtuese, se ishte një njohje që mund të zhvillohej në një romancë shumë të bukur apo në një lidhje serioze, do të shkënjehesh nga ky person, do të kuptosh që të njëjtat gjëra që të ka thënë ty mund t'ja ketë thënë personave të tjerë, nuk ka qëndrueshmëri në marrëdhënie, ka periudha që është flet me ty gjatë gjithë kohës, është përkushtohet ndaj teje, pastaj periudha të ftohta, periudha indiferente, dhe do të bjerë interesi, mënyra se si ti do ta shohësh personin për atë që është, do të humbas interesi kur të zbulosh këto të vërteta, kur ta kuptosh, se do shohësh edhe një lloj nervozizmi. Shikoj debate, diskutime në Mars, konflikte, mosmarrveshje, situata goxha të zjarta, goxha shpërthyese, goxha me inat, me irritim. Do t'jetë prilli pastaj që do t'i nxjerrë të gjitha të vërtetat, do t'i zbuloj gjithçka që është fshehur, gjithçka sekretet, gjithçka që mund t'jetë diskutuar, mund t'jetë bërë pa dijenin tënde, e gjitha do dalë në sipërfaqe, sepse ti me intuit i ke ndjerë disa gjëra, i ke ndjerë që duhet bësh një ndryshim, do ta ndjesh që në shkurt, ndjen që shiko se ka diçka që nuk shkon, duhet ta ndryshoj këtë situatë, duhet jap gjërave përpara, duhet bëj diçka komplet ndryshe. Por pjesa ndonjëherë si akrep, ajo pjesa e intensitetit
dhe ajo dëshira për të dalë e jotja, për të dalë fjala jote, për të kokforcia, pjesa e egos, është e vështirë, është e vështirë të ndryshosh, edhe pse e ndjen me instinkt e ndjen, po duke qenë shenjë fikse, ndryshimi e kalimi nga një gjë në diçka tjetër bëhet shumë e vështirë për ty. Po një nga sekretet e Chelsea i 2026-ës është pjesa e fleksibilitetit, është pjesa e të përshtaturit me rrethanat, me situatat. Ky vit do të mësoj që ti jesh një kameleon, do të mësoj që të mos kesh frikë, do të mësoj që të dëgjosh më shumë pjesën e zemrës, të intuitës, ndjesinë që të krijohet, se sa logjikën edhe atë kokfortësinë tënde. Aq më tepër prilli do të jetë muaj ku gjërat do dalin në pa, energjia e hënës më tregon për një periudhë emocionale, më tregon për një periudhë ku do duash të qëndrosh vetëm, një periudhë ku mund të zbulosh shumë të vërtetat ti në qetësinë tënde nëpërmjet internetit, duke investiguar pak njerëz të tjerë, duke i hetuar, duke parë se çfarë bëjnë, çfarë shkruan, çfarë postojnë, me kë flasin, do mbledhësh goxha informacion që do të jetë i vlefshëm për ty dhe do të shërbej shumë më tepër në të ardhmen. Ta them këtë sepse në periudhën e majit shikoj që shumë nga bisedat, shumë nga marrëveshjet, shumë nga fjalët, nga diskutimet, ti do t'i ngadalësosh. Se do ketë njerëz që do vazhdojnë me këtë ritëm, hajde të bëjmë një punë bashkë, hajde të bëjmë këtë gjë, në shoqëri që kërkon, do të dalë me ty, do të shpenzoj kohë me ty, po do të kuptosh që njerëzit ka shumë persona që kanë vetëm interes, që duan vetëm të marrin diçka, që duan vetëm interesin e tyre, vetëm të përfitojnë. Dhe pikërisht ti do jesh personi që do fillosh të shkruash më pak, të kthesh përgjigje më pak, të marrësh më shumë kohë. Qëllimi është që ti largosh nga vetja jote, nga energjia jote. E ta them këtë sepse edhe si vit 2026 është një vit me numri 1 në numerologji, pra po t'i mbledhim 2 plus 2 plus 6 bëjnë 10, 1 plus 0 bëjnë 1. Njëshi është energji teke, është energji që do të fokusohesh vetëm tek vetja jote, ti bësh gjërat vetë, mos mbështetesh tek persona të tjerë, e ti do ta fillosh vitin me dyshin, duke u përpjekur hajt punoj me këtë person, hajt ta bëj dhe këtë gjë me këtë, hajt flas me këtë shokun ose me këtë shoqen, gjithmonë me njerëz të tjerë, dhe jo, sa herë të përpiqesh me persona të tjerë do të zhgënjejnë. Për çdo gjë, mund të jenë edhe gjëra të thjeshta, mund ta lësh një takim ose mund të lësh që të shkosh në pushime me dikë, me një shok ose me një shoqë ose me një grup shoqëror. Dikush vjen, dikush nuk vjen, organizon një fest, vin ose nuk vin fare, nuk e bën dot planet, i kërkon një nder apo kërkon diçka, nuk e çojnë deri në fund, do të marrësh një iniciativë, të hapësh një biznes me dikë, nuk e bëjnë siç duhet, apo të thonë po, do të punojmë bashkë, do bëjmë këtë gjë bashkë, edhe mbeten vetëm fjalë. Të gjitha këto do të jenë si eksperjenca për ty, Akrep, për të treguar që jo, merru vetëm me gjërat që ti mund t'i bësh vetë, se je në energjinë e njëshit, çfarë ti e ke në dorë, çfarë është më e mira për ty, ec me ritmin tënd, vendosi gjërat përpara, fokusohu tek pjesa jote, tek potenciali jot, pa u mbështetur tek dikush tjetër. Plus që është edhe viti i kalit që është energji shumë e furishme, ecësh përpara, mos prit që njerëzit të mbajnë, të kesh një bar që të mbajnë zvarr, që duhet tërheqesh edhe dikë tjetër, edhe peshën e dikujt tjetër. Bëj gjërat sepse ti do, sepse është më e mira për ty. Dhe shikoj pjesën e barierës, pjesën e distancimit nga personat të tjerë, do të kthesh përgjigje që ti nuk ke interes, ti nuk do të punosh më me ta ose të gjesh një justifikim me diplomaci për t'u larguar, për t'u shkëputur, dhe këto vendime që ti do të marrësh do të jenë vendimet më të mira të mundshme për ty, sepse në qershor shikoj para që vijnë drejt teje, dhe këto para janë para që të takojnë ty, nuk do t'i ndash me njerëz të tjerë. Është puna jote, është një mundësi e mirë që
do të vi diçka që ti do e bësh pa pasur nder tek dikush tjetër. Pra nëse dikush ka thënë hajde se do të gjej unë punë, do fillosh punë tek unë dhe pastaj i ngelesh borxh këtij personi gjithë jetën sepse të punsoj, të ndihmoj, në këtë rast, në qeshor, unë shikoj që nuk do t'i kesh borxh askujt asgjë, sepse do ta bësh vetë. Mund të fillosh një punë vetë, mund të fitosh para vetë, mund ta zgjidhësh atë ide që ti ke ta realizosh me mundësitë e tua. Do jetë goxha fitimprurse. Energjia e aset më tregon që këto para do vinë jo si një shumë vetëm një herë, por si një shumë, si një rrogë, si të ardhurat të vazhdueshme. Ose mund të jetë një punë fikse për dikë, nëse je në fazën po e mendon që të fillosh diçka, ta ndryshosh komplet punën që ti ke, ose mund të jetë një të ardhura dytësore në formën e një pune të vogël, në formën e një projekti, diçka që ti e realizon vetë dhe fiton edhe të ndihmon. Nuk është një shumë që do të ndryshoj jetën tënde në mënyrë që do të sjellë një transformim të jashtëzakonshëm, po do të ndihmoj në stilin e jetesës, do ta përmirësoj gjendjen tënde financiare, gjendjen tënde ekonomike. Kurse në muajin korrik nuk do të kesh shumë kohë edhe shumë energji për të bërë pushime apo për persona të tjerë. Korriku do të gjej të lodhur për shkak të punës, për shkak të angazhimeve, për shkak të shumë gjërave. Shikoj edhe një pakënaqësi që lidhet me anën emocionale, lidhet me personat që ti ke për zemër. Mund të kesh një pakënaqësi që lidhet me partnerin ose partneren, nëse je në çift, nëse je në një martesë, në një bashkëjetesë, një pakënaqësi që lidhet me fëmijët, një pakënaqësi që lidhet me motrat, vëllezërit, një pakënaqësi që lidhet me prindrit. Pra dikush në familjen tënde, dikush që është i afërt, që ti e ke për zemër, nuk do të vlerësoj aq sa duhet, nuk do të respektoj aq sa duhet, do përfitoj nga dashamirësia jote, do duket sikur ti ke dhënë dhe nuk merr mjaftueshëm. Mund të jetë edhe një fazë thjesht emocionale, se kjo ndodh, ku thjesht ke një periudhë që nuk je mirë, e sheh gjithçka, e zmadhon, e analizon më shumë se ç'duhet, e streson veten më shumë se ç'duhet, se i mendon gjërat në të gjitha drejtimet, edhe ke një ndjeshmëri më të lartë se zakonisht. Mund të jetë diçka e tillë, po nuk të shoh mirë stabil vetvetja nga ana emocionale, të shikoj shumë të ndjeshëm dhe me një inat akrep, me një inat së brendshëm, thua pse njerëzit nuk më japin mjaftueshëm dashuri, pse njerëzit nuk bëjnë mjaftueshëm për mua, pse njerëzit nuk kanë këtë nivel përkushtimi që kam unë që bëj për të gjithë, ju i ndihmoj të gjithë, i përkrah të gjithë dhe nuk ma kthejnë në të njëjtën formë. Ju si akrepa jeni goxha intensiv në energjinë, edhe pak posesiv, e kërkoni gjërat në ekstrem, dhe kjo shpesh ju sjell në situata të tilla, sidomos nëse e ke edhe shenjën e hënës në akrep. Ajo e shton atë pjesën e xhelozisë, atë pjesën e posesivitetit, deri diku i konsideron njerëzit e tu si pronë e jotja, që ky person është i imi, do jetë me mua në gjithçka, më duhet, do jetë afër meje, kam hall unë, duhet jetë personi i parë që të jetë afër meje, ke një lloj kontrolli, e shikon gjithçka me një formë kaq ekstreme që jo të gjithë njerëzit kanë atë nivel intensiteti ashtu siç ti e ke. Kështu që kujdesu për këtë pjesë, për pjesën emocionale, mundohu mos i marrë gjërat shumë afër zemrës, mundohu mos ta ngarkosh veten kaq shumë. Ta them këtë sepse shikoj edhe në muajin gusht, energjia e vdekjes më tregon në gusht një energji shumë të fortë, shumë ekstreme, një energji ku ti thua unë do t'i transformoj gjërat, unë do shkëputem fare, dhe ke një radikalitet në marrjen e vendimeve gjatë gushtit. Që thua për shembull do shkëputem fare, nuk flas më me këtë person, sa t'jetë jeta nuk flas më, nuk përfshihem më, nuk punoj më me këtë person, nuk dua të kem më kontakt, i çon gjërat në ekstrem. Është një energji
transformimi, mbyllje, diçka që përfundon, një kapitull që finalizohet. Në raste më ekstreme lidhet me një largim apo një ndryshim, një person që që i humbet kontaktet, nuk ke më lidhje, e shikoj si diçka që ti vetë do ta marrësh si vendim. Për disa krepa do jetë një gjë që ndodh së jashtmi, pra diçka që nuk është në dorën tënde, që ti nuk e kontrollon dot edhe që do të sjell një ngarkesë të fortë emocionale, mund të kesh edhe si parandjenjë, por ky është mesazh specifik për ata që janë në një situatë ku kanë një person të familjes që nuk është mirë nga ana shëndetësore apo e presin diçka. Kjo është diçka që ti e pret, edhe mund ta ndjesh që në korrik e ke këtë si ndjesi, thua do të ndodh një gjë, se pjesa e intuitës tek ty është shumë e fortë, edhe mund të thuash do ndodh diçka, e di, e pres. Nëse është kjo gjë, nëse është kjo situatë për ty, thash është leximi i përgjithshëm, sigurisht jo të gjitha krepat do ta kalojnë këtë gjë. Nëse ti e ndjen, më e mira që mund të bësh është të shpenzosh sa më shumë kohë që të jetë e mundur me personin në fjalë. Shpenzo kohë, mbaj ato kujtimet, vlerësoje kohën që e ke pasur në jetën tënde, përpiqu që ti qëndrosh pranë në momentet e fundit. Kjo do të jetë gjëja më e mirë që mund të bësh për veten tënde, por edhe për personin tjetër, sepse është një rrugtim që të gjithë do vi fundi në një moment. Të gjithë kemi një fillim edhe kemi një mbarim, kështu që shijoje kohën që ke. Nëse e ke si ndjesi, mos qëndro ta vuash atë ndjesin, por shpenzoje dhe jepja dashurinë tënde, kohën tënde këtij personi. Për të tjerët është vendimi juaj, është një mënyrë radikale që ju vetë do t'i çoni disa gjëra në ekstrem, ku do shkëpusni raportet me një shok ose me një shoqe, do shkëpusni raportet me dikë me cilën keni punuar, ose me një person, nëse jeni në një raport, në një lidhje, do ta përfundoni marrëdhënien, do thoni nuk vazhdoj dot më me këtë person. Pra do varet nga ty, do t'jesh ti që do duash diçka të re, do duash një rikthim, do duash një transformim, do duash të mbyllësh një kapitull dhe të fillosh një gjë që është komplet ndryshe. Në muajin shtator, fokusi është tek puna. Fokusi është tek puna dhe fokusi është tek zhvillimi yt, tek potenciali yt. Shikoj që do të kesh shumë klient, sidomos nëse punon vetëm, ke biznesin tënd, ke pavarësi edhe varet nga, ose merresh me shitje, varet nga potenciali yt për të tërhequr njerëz. Shikoj që puna, dedikimi, përkushtimi yt do të ndikoj mjaft mirë, shumë pozitivisht tek pjesa e reputacionit tënd. Sepse njerëzit do flasin për ty, do thonë shko puno me akrepin, sepse akrepi është një person që kam punuar më përpara, do të rekomandojnë, do thonë ky është një person që e bën punën në mënyrë të shkëlqyer, do jetë me shumë përfitim për ty. Është shumë përfitim shtatori në aspektin profesional, për sa i përket titullit, reputacionit tënd, respektit që merr, jo aq nga kolegët sa nga njerëz të tjerë, nga njerëzit me cilët ti ke kontakte, marrëveshje pune. Në këtë drejtim do të jetë një muaj shumë i mirë, një muaj shumë i begat. Kurse në muajin tetor shikoj konkurrencë, rivalitet, shikoj për akrepat që kanë bizneset e tyre, që do të shikosh diçka që ti po e bën, do ta bëjnë dhe personat e tjerë. Do të duket në momente të caktuara sikur po të kopjojnë, sikur po marrin prej teje, po mësojnë nga çfarë po bën ti edhe po të kopjojnë, po e kthejnë edhe ata në të njëjtën gjë dhe tani nuk është më tregu vetëm i yti siç mund të ketë qenë më përpara. Por këtë pjesën e rivalitetit mund ta shohësh edhe me personat e tjerë, mund ta shohësh edhe në gjëra të thjeshta, të vogla fare, siç është ti blen diçka, një veshje apo diçka që ka të bëjë me shtëpinë tënde, edhe një person i familjes apo një kushuri apo një person,
person tjetër që ti e nje i tregon dhe blen po të njëjtën gjë si ty, pra ka rivalitet, ka xhelozi, ka konkurrencë shumë rreth teje dhe këtë konkurrencë do ta ndjejnë edhe çiftet nëse je në një raport të konsoliduar, martuar apo në bashkëjetesë. Shikoj që ka shumë konkurrencë mes jush në çift. Këtë konkurrencën që do ta ndjesh kaq shumë në tetor që nuk është e shëndetshme sepse do sjell zënka, do sjell debate, do sjell situata ku ti fiton kaq para, po unë fitoj më shumë, po ja shiko se unë fitova më shumë këtë herë, po jo ti e ke bërë këtë gjë, po unë kam një diplomë më shumë se sa ty, apo unë kam eksperiencë pune më shumë se sa ty, gjëra që nuk duhet ekzistojnë në çift. Në çiftet, sidomos çiftet që janë të martuar dhe kanë fëmijë, sepse e mira jote është edhe e mira e partnerit ose partneres dhe anasjelltas. Të dy parat shkojnë në të njëjtin vend, kështu që nuk ka rëndësi kush i fiton, sa fiton, e rëndësishme është që të dy ta balanconi njëri tjetrin, ta ndihmoni njëri tjetrin, të keni dashuri, të keni mirëkuptim me njëri tjetrin. Po ka xhelozi, ka rivalitet, ka krahasime të shumta. Gjë që do t'ju mësoj akrepa sërish që t'i mbani gjërat në fshehtësi. Nuk është e nevojshme që njerëzit ta dinë se sa ti ke, përkundrazi, sa më shumë të kesh edhe sa më pak ta dinë të tjerët, aq më mirë është. Energjia e nëntorit do t'ju mësoj që t'jeni pasiv, që të mbash në fshehtësi, në atë të studiosh gjëra, të bësh investime, të bësh blerje dhe gjithçka të jetë sekret, të jetë e fshehtë, të jetë ashtu siç është më e mira për ty, jo të duket së jashtme. Lëri të tjerë të mendojnë që nuk ke para, lëri të tjerë të mendojnë që nuk ke sukses, lëri të tjerë të mendojnë që janë shumë më mirë se sa ty. Në fund të ditës ti e di se çfarë ke në llogari, çfarë posedon e gjithë të tjerat. Dhe shikoj edhe një periudhë flirti, shikoj edhe një simpati të fshehtë, një tërheqje platonike ndaj dikujt. Kjo nuk është një marrëdhënie që do të filloj, po shikoj që do të keni një bisedë, një përfshirje me një person. Mund të jetë edhe diçka që ju e flisni me dikë online, po ky person ju bën të ndjeheni mirë, ju largon ju fut në një botë fantazie, në një botë ku ju largon pak nga këto streset, nga këto debatet, nga këto diskutimet, sepse shikoj që ke shumë tension, akrep, ke shumë gjëra, ke shumë situata të cilat janë intensive, janë të forta, janë ka xhelozi rreth teje, ka situata rivaliteti, inate, ka shumë gjëra të kësaj natyre. Dhe prania e këtij personi do të të ndihmojë sepse do të të kthej në një situatë ku largohesh, të duket sikur futesh në një botë fantazie, larg këtyre larg këtyre tensioneve të përditshmërisë tënde. Do fillojnë bisedat që në nëntor dhe më pas me datë 4 dhjetor Afërdita, planeti i dashurisë, planeti së bukurës, planeti i romancës, futet në shenjën tënde në akrep. Dhe Afërdita sjell romanca të fshehta, sidomos kur është në energjinë tënde të predispozon më shumë për të filluar një romancë dytësore, diçka që është edhe pjesa e sekretit, pjesa e të fshehtës, ty të intrigon më shumë, ty të tërheq më shumë. E them këtë sepse të shikoj në dhjetor do t'jesh shumë mirë nga ana emocionale, të shoh të lumtur, të shikoj të lumtur, të qeshur, do të festosh, do dalësh, do argëtohesh, emocionalisht do t'jesh shumë mirë. Ky person do të sjellë diçka pozitive në jetën tënde. Kjo pjesë e fshehtë, ky pasion do të mbush nga ana emocionale, po do jetë përveç pjesës së kimijës, mund të jetë edhe një raport shumë shoqëror, mund të jetë
sikur ky person të kupton, mund të flasësh hapur, lirshëm për gjërat e tua, se të shikojë shumë mirë në pjesën e kënaqësive të tua, dëshirave të tua, ti vetë si person do të ndihesh mirë, e kompletuar ose e kompletuar në gjithçka. Edhe dhjetori do mbyllet bukur, do mbyllet me energji pozitive, do mbyllet me festa, do mbyllet me gëzim, do mbyllet me harmoni. Dhe nga orakulli i kristaleve, kristali që unë rekomandoj për ty për vitin 2026, por mund ta përdorësh në çdo kohë, sepse ky është kristali që lidhet me energjinë tënde të akrepit. Quhet xham vulkanik ose obsidian. Obsidiani që është një nga kristalet më të fuqishëm mbrojtës. Po ta mbash obsidianin në trup, të ndihmon të thith energji negative vetë, kur je mërzitur, kur ke stres, kur nuk ndihesh mirë, por të ndihmon shumë edhe si pasqyrë që e largon energjinë e personave negative, njerëzve që kanë inat, kanë zili. Është shumë mirë që ta mbash me vete në çdo kohë, siç thash, xhamin vulkanik është një nga më të fuqishmit, sepse krijohet pikërisht nga ngurtësimi i lavës. Dhe mesazhi thot qartë, largo frikrat dhe negativitetin që po të pengojnë të jesh versioni më i mirë i vetes tënde. Do të jetë pikërisht ky kristal që duke mbajtur në trup do të ndihmojë në këtë proces, në procesin e largimit të frikrave, të negativitetit që e ke nga të tjerët, por edhe nga dyshimet, nga ndjesitë e tua, që ti jesh versioni më i mirë i vetes. Dhe është pikërisht viti 1, viti i kalit, që të arrish këtë potencial, që të tregosh më të mirën nga vetja jote. Prandaj, nëse ke interes dhe do të porosisësh bizhuteri me obsidian, përfshirë këtu vath, varse, unaz, byzylyk, mund të gjesh opsione shumë të bukura të një cilësie të lartë tek websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjen këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Aty tek websajti po ashtu ke edhe opsione nga më të ndryshmet, kristale dhe gur të çmuar, bizhuteri, lloje shumë të bukura. Dhe përveç kësaj, mundet që nga websajti të rezervosh edhe një lexim privat me mua, nëse do të dish për dashuri, nëse do të dish për karrierën, nëse do një lexim privat për 2026-ën, që është specifik për ty, 1 orë e 15 minuta i gjatë, me data fikse se ku duhet fokusohesh në çdo kohë, mund të rezervosh sërish nga websajti dhe aty mund të gjesh edhe tarot e para shqiptare dhe letrat e orakullit, që janë pikërisht letrat që unë po përdor në këtë video. Nëse do të mësosh të lexosh vetë tarot apo letrat e orakullit, i porosit nga websajti im, aty do të vinë sigurisht edhe me librat që e shpjegojnë se si ti lexosh vetë tarot dhe kuptimin për secilën letër, dhe dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Edhe një herë në www.goldentruthtarot.com futu tek linku, sepse ka vërtet gjëra shumë të bukura. Kurse tarot dhe letrat e orakullit mund t'i gjesh dhe t'i porosisësh edhe në amazon.com ose në etsy.com. Falenderoj shumë që më ndoqët, uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim!